Vetëm një të javë? Ha? Te, me ka poq shtë? A, vetëm një? Unë që më konë barabart një veto. Oh, klam. Ordinaire. Oh, Jesus. Ja, så besöker ni vilken semana besöker ni det? Ja. Röva, det är där. Ja, det Ani për dërim që janë?
Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Na vjen mirë që keni ardhur kaq shumë sot. Arsyeja që kemi bë ftesë është se sot jemi në protesta. Arsyeja pse jemi në protesta do t'ja shpjegoj sekretarin ndërmarrjes i sindikatës. Faleminderit media që keni gjetë kohë për me ardhur. Unë jam sekretari i sindikatës, Lilian Dugolli. Arsyeja e kësaj protestës është që paga jonë nuk është ekzekutuar ende. Për shkaqe që i ka sindikat në ermarrja vetë, e cila thotë që jena në krizë, nuk kemi mjete financiare, e shumë gjëra tjera të cilet i familje nuk kanë arsye. Përshëndetje. Unë jam kryetari i sindikatës, arsyeja pse na mbledh sot se paga që ka dësht më ekzekutu nuk është ekzekutu ende. Është data 7 sot, me kontratë kem drejt deri me datën 5 me prit. Pas datës 5 ende nuk është ekzekutu. Arsyeja pse na mbledh sot nuk janë gjithë, se do i na lënë për pika për shkak që mos me neglizhu krejt punën, po sidoqoftë po presim sot gjatë ditës më ekzekutu. Qëllimet tona është që i bëj thirrje dhe kryetarit Zotri Perbarim Ramës që let reflekton diçka ndaj ndërmarrjes tonë, e cila është bajegje në krizë. Nuk është e raport që kem të loshe për paga, po thoja se çdo muaj të e prit apo del a nuk po del. Kemi marrë ndonjë përgjigje prej kryetarit apo prej Pe kryetarit komunës nuk kena marrë përgjigje ale, jem të e prit, po thojni subvencion, po alo nuk ka diçka konkrete. Jem të e prit edhe rregullorën me u dalë në publik, me hecë për para, po ende në pritje janë. prej ndërmarrjes çka ju kanë thonë edhe çfarë do të bëni tutje nëse sot deri pas ditës nuk ekzekutohen? Nëse sot gjatë ditës nuk ekzekutohen pagat, na si sindikat veç kena me vazhdu me protest paralele. Nuk kanë me punu punëtor deri momentin që të ekzekutohen pagat. Momentin që ekzekutohen pagat, na kanë me vazhdu deri momentin që të vjen kryeshefi i ri, të rregullohet rregullorja, po presim financim, po presim bashkëpunim, po presim edhe prej komunës me na ndihmu me marrë ndërmarrje se jem bojagje në krizë. Çka ju kanë thonë prej ndërmarrjes pse kanë bekuar si sot kur derisa sot është data 7 korrekt? Nuk ka monedha për momentin, t'holla. Na kemi takime, kemi pas të rregullta me ndërmarrjen gjithë kohën. Edhe i kemi paralajmëru, ju kemi dhënë një lloj ultimatumi që nëse ndalet rruga nuk del kohën e caktuar, na do të ndërmarrëm çim të boçtash. Do të bëjmë protesta. Nuk ka kurrë arsyetimi, nuk mujna me prit më. Kjo është që 3 vjet të ndodh. Na jemi të vazhdu gjithë të lyp kërkesat tona, kërkesat që na takojnë, se na jemi të kry punën tonë qa lypët. Jemi 100% gjithë jemi në punë, punojmë, kur s'nalmi këta, çka bojnë mrena, qysh i veprojnë sa të veta, këta i dim. Le të rregullojnë këta pjesë të veta na tonat. Le të ecin këta me gjitha fuqi që i kanë, le të bisedojnë me ko kanë me bisedu. Na nuk i ndërprejmë, ta nuk i nalim kur gjë, na punën tonë e krymë. Ju kemi tregu boti 5 nuk ekzekutohen pagesat, na nalim punën. Kështu do kemi vepru, kështu do veprojmë edhe në të ardhmen. Nëse ekzekutohet sot, sipas disa fjalëve që bën në pyetje, po fliti që sot do të ekzekutohet, prap kthehemi në punë. Vjej pasti tjetër, prap do të ndërprejmë. Derisa gjiden i zgjidhe, kjo nuk është zgjidhje, kështu kjo nuk është në rregull. Apo i bie kjo që krejt punëtorët të cilët punojnë në ndërmarrjen aktualisht e kanë bojkotuar punën edhe janë në pritje të ekzekutimit të pagave edhe gjatë kësaj pjese të vitit, a jeni përballë me situata të tilla? Pra, ndonë se është muaji 7, a keni pas edhe paraprakisht vonesa të tilla në pagë dhe sa po shkaktojnë vështirësi financiare? Na kem një informat që deri më tash neve që jemi kanë terren na u ka pagu paga për shkak presionit që kemi bëna si sindikat.
Këta mrena kemi informata që nuk janë pagu deri në 16-17. Po ata kanë familje, keq është edhe për ta. Nuk e di pse s'na bashkangjiten, u konë mirë ata me orë me neve qëtu, se njëtin probleme kemi gjithë. Nuk pe di pse s'po dojnë ata me orë. Kryesisht na do ta vazhdojmë, do t'i mbrojmë. Edhe ata nëse ka nevojë, veç le të vazhdojnë, le të rregullohet ç'ke punë. A kemi pas sovenesa gjatë kësaj pjese të vitit a sa bishka këtë vështirësi financiare? Vështirësitë financiare dihet krejt çfarë kohë jemi të jetu. Nuk e kemi një pagesë të madhe, kemi një pagesë modeste. Na jemi tan kohën në terren. Neve na kushton ajo punë, se do të më ushqy, do të gjitha punë tjera që na takojnë. Nuk po kemi mundësi me i kalu për ata, është një pikë kërkesa ngritja e rrugës që kemi bë. Është një ngritje që nuk është e madhe, po për neve mjafton me punu. Çato që e kemi lyp, ka ndë vështirësi të mëdha, nuk po mujmë ja dal, po duhet me veprun kësaj mënyrash. Jemi ndërmarrja ma e neglizhume edhe me paga ndër ma të vogla që ekzistojnë për ndërmarrje të tjera. Punëtorët të cilët janë në politika të Prishtina parkingut, a e kanë bojkotuar punën jashtë me juve apo e vazhdo punën derisa ata vetëm janë në vend punës, kur gjëti nuk janë të punu. Ata janë duke u solidarizu me neve, nuk punojnë, rrinë vend punës qaq. Këto është veç një numër simbolik, që i kemi ftu një numër të vogël. Tjertë janë krejt në për vendet punës, tunaj, po nuk janë të punu. Janë të na përkrah neve. Sa punëtorë janë mbetur pa paga? Komplet ndërmarrja, kur kosh 187, sa 97. 200. As kur s'ka marrë pagis. A keni informacione se a janë të pagu pagesat e Qeras, pasi që siç e dim, domthonë ju keni dalë me një objekt në Qeras. Kjo është shumë pyetje. 10.000 euro në muaj që paguën Qeras ndërmarrje. A janë të pagu çto? Kjo është një pyetje shumë e vend, po është u bë të njerëz të gabushëm. Nëse na pyetni neve, a janë të pagu? A janë të pagu pagesat Po, e Qeras? nëse na pyet neve, a janë të kry punë tona që kemë natë përgjigjme, po për punë të tyne, klutna mund shme do natë mi vetë, se na nuk e dim. Nuk kemë qasje na në punë të mrenshme, as nuk përzimi, s'dojmë përzimi, nuk është pjesa jonja. Na jemi punëtor, krymë punën tona, kërkojmë mu pagu për qëta. Deri më sot sa e dim në qytetarë komplet janë të knaqën me neve. Bili naftojnë, shumë janë të knaqën se na e krymë punën se o mas miri për qytetin e Prishtinës, po edhe për neve si punëtor. Për këtë pyetje të shalu veç del nalë drejtorësh edhe atje me përgjigje. Ju falenderit shumë. A mundemi me ditë emrin edhe në javën tonë? Safet. Pozita juj? Fal emri juj? Antari sindikor. Emri juj? Sekretari në kërë. Elhamdülillah. A është kjo juti? Damur Hajdar. Kryetari i sindikatës. Aha.